të diasporës kësë përdoret në mënyrë të skajshme. Për shembull, në zgjedhjet e kaluara rezulton që në konsulatën e Kosovës New York Aleanca i ka marrë 8 vota. A unë i kom pa me sytë e mi që kanë shku mbi 80-100 veta, që i disha që në Aleancë. Pra, një disbalans i të mërshëm. Po të se din kanë votu në shtë? Jo, e di unë shumë mirë, që se di unë kush ka votu, këndo ka votu vetja ime. Në shitra publikisht, po... Shiko, jo bre nuk është ashtu... Bravo. Për bes, ka shumë të tjë. Ne po shohëm sot të mbushura në diaspore, po e shohëm se nga parti po e mbush. Ndodhë herën e kaluar, votat e Evropës, diasporës tonë Evropë, përveç se ka ai manipulimi me u votu në për shtalla në Gjermani 4-5 qendra vendvotime, veç me gjetë një shtalla aty ku nuk bjen shiu dhe hinë votoni, ku është kriteri, veç asaj, pse u dasht votat me ardhë në rrugë toksore një javë ditë me pushute Martin Berishaj, e mund ndru thast, e mund ndru thast, pse nuk erdhe me aeroplan? Pse kësaj radhe KQZ-ja nuk i çon zarfat me shiritat e sigurisë? Për çka? Stili do njeri e merr e hap, e shtin një letër tjetër e hek ato. Pra kjo është arsyeja pse diaspora e voton Albinin më shumë, një parti të caktuar. Dhe po nuk do të thotë kjo shpanë sepse dhe ma herët kemi pas, nuk i kemi pas vesh në këto zgjedhje probleme të tilla. Përket keq përdorimit të votës, edhe manipulimeve të rezultateve, gjithmonë kemi pas këtë problem. Unë nuk thash që s'ka pas gjithmonë ai lidhje të votave, po jo në këto përmasa dhe në këtë formë. Asnjëherë KQZ-ja, nuk e di sa je informuar